Direkt pas Covidit. Pas marrjes së këtyre vaksinave. Një nga kardiologët më të mëdhenj amerikan ka thënë që 74%, 75% pra gati e vdekjeve që ndodhen nga Covidi nuk ishin nga Covidi, përkundrazi ishin nga vaksinat. Vaksinat janë një minë me sahat. Pra krijuan virusin, erdhën me virusin tjetër, që është hitën si vaksinë për shpëtim, aty ai ishte, domethënë ai është goditja përfundimtare. Po prit s'kan mbaruar këta. Ky Fauci vazhdon akoma, ky është po ai është ustaj. Po ti mos pandesa ai do t'i hyjë në këmbat. Ska po nuk e. Paktën nga këta, se pastaj shiko këta janë aktorë të njëjtëve regjizorë. Ata e din mirë që janë vaksinë. Paturpsia e tyre arriti deri aty sa dhe i detyronin njerëzit, dhe unë lavdi Zotit që nuk isha në punë shtetërore, sepse detyrojnë me përdhun, jo me dhun, po me përdhun, edhe pastaj me paturpsinë më të madhe se ai ish kryeministri Trudeau i Kanadas, edhe ky tjetri, ky Fauci, edhe gjithë bishtrat e tyre thanë, po kush i detyroi këta gënjejnë ditën për diell se s'kan cip, s'kan turp, u ka plasur cipa. Po ka arkiv tash ti lavdi Zotit, mjafton të futesh në YouTube të shikosh që këta me detyrim, me përdhun, thash, atë që ata nuk arrin ta bëjnë dot me kulaç, e bëjnë me kërbaç. Arrin. Vaksinat, nga informacionet që un kam, vaksinat po bëjnë kërdin. Pse? Edhe vaksinat shkaktojnë kancer. Për shembull, le të marrim vaksinën e Covidit. Doza e parë e ul më duket me 20% imunitetin. Doza e dytë e ul me 15%. Një nga njerëzit më të njëri fuqishëm ka mbajtur dhe një pedagog amerikan i mjekësisë, ka mbajtur dhe e thirrë dhe Bashkimi Evropian atë, foli hapur ai. Tha me një imunitet 35% deri në 40% të ulur, të një grip të bjerë të merr të flak tutje. Kuptojnë që çdo gjë ka një grip. Pse janë shtuar shumë problemet e fëmijët? Pse? I ke parë autizmi. Janë shumë shëndetlik. Ne nuk kemi qenë, unë të paktën që jam gati 50, nuk kemi qenë kështu shëndetlik. Ne s'kishim të hanim siç ham sot, ishte varfëri e madhe, por prapë nuk smureshim kështu. Pse? Sepse nuk kemi bërë kaq shumë vaksina sa kanë bërë këta. Dhe të paktën duket që në kohën e Obamës u shtuan frikshëm vaksinat. Me shtimin e frikshëm të numrit vaksinave, janë shtuar frikshëm, lemerishëm, në mënyrë të lemerisur edhe sëmundjet e ndryshme. Shumë pedagog, shumë njerëz të pavarur të mjekësisë, pra mjekët thonë këtë, dëshironi që fëmia mos të shohë deri në spitaleve, po mos i vaksinoni. Ti je kundër edhe për vaksinimin e fëmijëve që vdekin? Unë jam kundër, unë për mendimin tim jam kundër. Për mendimin tim nxjerrja sistemi nuk të fut në shkollë thotë, nuk të fut në kokë. Kjo është e keqja. Kjo është e keqja, ai të penalizon. Siç ishte në rastin e Covidit që ti nëse s'bën vaksinë nuk vile dot jashtë shtetit. Bile. Ose s'merrje pagën. Mbaj mend të një njohur punonte në shtet ai edhe u takuam kështu krejt rastisht, edhe e pash ishte thinjur shumë. Një moshë kemi. Edhe bila ish më mirë sa ish në punë, unë jam pa punë. Vetëm çfarë punoj që nxjerr kështu. Thash, pse je thinjur? Tha, e kam nga vaksinat, tha. E tha. Edhe ishte si trullosur, tha. E kam nga vaksinat, më detyruan, tha, vaksinat e ti bëja, tha, se ndryshe nuk pranonin punë. Edhe këto vrasje, këto vdekje nga vaksinat janë vetëm fillimi. Sepse ekspert fuqishëm uroj ta kem gabim. Megjithëse kam pyetur edhe një tjetër, ka thënë që nuk do të desin gjithë ata që janë vaksinuar, të paktën. Okej, që normalisht kur themi disa gjëra të vërteta, këtë që po flasim, po diskutojmë, që bëhet në disa raste të tjera që bëjmë këto biseda, thonë njerëzit pse ngjallni panik, pse ushqeni panik, pse ushqeni frikë. Nuk është panik, është problemi që deri tani kanë vdekur shumë, nuk i japin, nuk janë të interesuar të japin, krijojnë censurë, mos merret vesh e vërteta. Po e vërteta merret vesh. Sa mund ta mbulosh diellin me shosh? Për qëllime klikimesh ose për të ngjallur panik ose frikë tek njerëzit. Po kjo është ajo siç është e vërteta që na fshihet, domethënë. Sado ta mbulosh diellin me shosh, ajo më erdhi direkt në një. Nuk e mbulon dot. Gjërat dalin. Siç po dalin sot. Kjo se çka po ndodh me shiko, të them diçka, më përpara derisa kanë kohën këto Klodian për pjesën e saj. Shiko, disa ekspertë thonë edhe 10 vjet. Edhe 10 vjet thotë që unë kam pyetur një ekspert, një tjetër, tha jo, tha nuk është e vërtet, po gjithsesi tha do bëj dëm të jashtëzakonshme. Këto vaksina dhe janë shtuar shumë rastet e perikardit, miokardit, nga zemra, mpiksje gjaku, trombozat ndryshme, janë shtuar frikshëm dhe i kanë hequr. Pse i hoqën ata? Pse i tërhoqën nga tregu ata?